Mbrëma nderuar shikues dhe bisedë në emisionin e përjavshëm Koha dhe Fermeri. Është një emision i veçantë ky, kushtuar problematikës që ka bujqësia, që përjeton bujqësia në shkallë botërore, po pse jo, ndikimi i saj është edhe në vendin tonë. Dhe për këtë temë të rëndësishme, do të thosha, janë të ftuar në studio profesor doktor Vladimir Malo. Mirë mbrëma, profesor, dhe mirë se erdhët në këtë emision paksat veçantë të televizion Apollon. Doktor Zaim Veshi, doktor i shkencës si shtash në qendrën të transferimit teknologjive dhe bujqësore të Vlorës. Si dhe specialisti i njohur, zoti Ete Bida, përgjegjës i sektorit këshillimor pranë drejtorisë rajonale të bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes konsumatorit. Mirë se erdhët në këtë studio, që tashmë jeni prezantuar dhe herë të tjera në televizion Apollon. Është kënaqësi. Pra, kënaqësi që jemi së bashku sot për një temë nga të rëndësishme që ka të bëjë me ushqimin, me një që po përjeton bujqësia, krizën që përjeton bujqësia në shkallë botërore, sepse 3-4 vite të shkuara, që ne kemi diskutuar edhe një temë veçantë këtu në televizion Apollon, FMN-ja dhe Banka Botërore kanë paralajmëruar, kanë dhënë një alarm për një tsunam të heshtur në bujqësi, në sektorin ushqimor, me pasoja drastike, ku mbi 900 milion njerëz jetojnë në varfëri absolute. Dhe natyrisht kjo është një paralajmërim të një tsunami të heshtur 3-4 vite të shkuara, pse jo, ky ndikim se sa ka ndikuar pra kjo krizë edhe në bujqësinë tonë, në vendin tonë. Për të gjitha këto ne do të diskutojmë sot rreth 50 minuta në këtë studio të televizion Apollon. Së pari do nisim me juve, zoti Bida, një panoramë të shkurtër do të thosha për realizimet që ka në vendin tonë, duke bërë një krahasim të viteve 90 me këto 20 vjet të ndërrimit të sistemeve që po përjeton bujqësia private në vendin tonë. Çfarë shifrash, çfarë do t'ju prezantosh shikuesve për këto arritje, ndoshta edhe problemet dhe si ka ndikuar pra kriza botërore, mungesa e ushqimeve edhe në vendin tonë. Sigurisht që panorama globale, panorama botërore është ashtu si patju dhe ndoshta edhe me shifra më se të tjera. Por duke qenë se ne historikisht kemi pasur një zhvillim paksa të ndryshëm nga botët në parapambetje të madhe në shumë fusha dhe veçanërisht në fushën e bujqësisë, edhe ndërrimi i sistemeve pati problemet e veta. Kalimi nga një sistem me tokën pronësi shoqërore në pronësi private, sigurisht pati edhe problemet e veta gjatë 20 vjetit, cilat nuk mund të prezantohen të gjitha në një emision, por në lidhje me pyetjen që vetju, ne kemi një trend paksa të ndryshëm në këto vitet e fundit, veçanërisht në 10 vjeçarin dhe në 5-6 vjet e fundit në zhvillimin e bujqësisë. Për vitin 2010 i forsambullur, si mbas shifrave statistikore të raportuara nga autoritetet e Ministrisë Bujqësisë, rritja është 8% në krahasim në gjithë prodhimin bujqësor në krahasim me një vit më parë, i cili nga 3% që ishte një vit më parë. Dhe disa trende janë edhe akoma më të mira. Për shembull, në prodhimin e perimeve, ne kemi rreth 15% më shumë se një vit më parë. Çka do të thotë se në 2010 në Shqipëri janë prodhuar 100.000 tonë më shumë se sa një vit më parë, duke e çuar këtë në rreth 800.000 tonë në shkallë vendi, nga 723.000 tonë një vit më parë. Rritje tjetër ka pasur në kulturën e ullirit. Ndoshta edhe një vit më i mirë se sa viti 2009, si thua në vitin e prodhimit të tij është rreth 40% më shumë se sa një vit më parë. Po kështu trend shumë i mirë ka qenë eksporti i bujqësisë në shkallë vendi edhe veçanërisht pasaj në shkallë rajonale. Vetëm nga qarku i Fierit janë eksportuar vitin e kaluar në rreth 18 shtetet e Evropës, 15 në Evropën lindore dhe 3 në Evropën perëndimore, rreth 25.000 tonë perime, kryesisht
nga kultura e bostarit. Dhe veçanërisht në rrethin e Lushnjës, ku ne kemi të përqendruar 2/3 e sipërfaqes së perimeve në shkallë qarku, po kështu i jep edhe 75% të prodhimit të perimeve dhe shumicën në eksport. Veçanërisht komuna të tilla si është Divjaka, Tërbufi, Grabjani, Remasi, Gradishta e të tjera, që kam një përshpërim mjaft të mirë me eksport. Po, zoti Bida ju bët disa krahasime që zakonisht këto krahasime bën bilance pozitive që bën qeveria. Një institucion, si që drejtoria rajonale e bujqësisë, ushqimit dhe mbrojtjes së konservatorit, po le të ulim me pak nivel të specialistësh. Unë thash që është në fillim që bota përjeton një krizë ushqimore. Ne importojmë nga jashtë, zoti Bida, rreth 60 milion euro produkte, rreth 60 milion produkte ushqimore. Do të thotë, ka ndikim kriza botërore që është paralajmëruar edhe për vendin tonë. Si mendoni ndikimin në vendin tonë? Me dy fjalë. Po, le të vazhdojmë, që është një prezantim që bëtu ju, faleminderit për prezantim, le të vazhdojmë pasi të ezaurojmë pak të pjesën e parë të panoramës qoftë në shkallë botërore, por edhe për vendin tonë. Unë do të drejtohesh zotit Vladimir Malo, një nga specialistët, profesor, doktor për kulturën e grunit. Le të ndalemi pra në këtë kulturë që tashmë tek ne drithërat, nuk e di ju do keni shifra më eksakte, po një panoramë të shkurtër si e gjykoni ju krizën botërore, zoti Malo, dhe çfarë shikoni në bujqësinë tonë, në bujqësinë shqiptare, pra kryesisht për dritin, edhe ndonjë problem tjetër që ka të bëjë që do t'i prezantojmë shikuesve. Së pari unë ju falenderoj për këtë emision, për temën mjaft aktuale, do me thënë se që është për momentin, e cila ka një bazë më se objektive. Përse themi, realisht, bota në prodhimin ushqimor, ashtu dhe për drithrat, kalon një krizë dhe mund të jetë një nga momentet më delikate ose kriza që ka kalon pas shumë vitesh. Aq sa ai optimizmi i madh në globalizimin e përgjithshëm gati këto 2 vite të fundit pëson ato oscilacionet e veta vetëm edhe për shkak të këtyre fakteve. Përse vjen? Ky është një realitet dhe një sër çmimesh të produkte ndryshme ushqimore, ashtu si dhe për drithrat janë një tregues i drejt për drejt i kësaj krize. Në një kaje shkon rritja e popullsisë në shkallë botërore, e cila aktualisht llogaritet rreth 6.9 miliardë. Në disa emisione të pashme kur ne kemi thënë që nëse shkallë botërore prodhohet, po e marr për grurin 640 milion tonelat, dhe kur bota të mbërri 8 miliardë popullsi, do duan rreth 890 milion tonelat. Sot me 6.9 sigurisht që ka një mangësi, dhe kjo ka mangësi vjen nga 10 prodhuesit më të mëdhenj në shkallë botërore, të cilët shkaktojnë një deficit, dhe 20 vendesh të cilët janë konsumatorë të këtij produkti, për shembull India, e cila ka popullsinë më të madhe në shkallë të dytë në shkallë botërore, 1.2 miliard popullsia, nga rreth 20-25 vitet e fundit, nga një vend i cili eksportonte deri te niveli 1.5 deri 2 milion tonelat produkt në vit, është kthyer në 2-3 vite të caktuara edhe në një importues. Gjithashtu edhe vende të tjera, të cilët kanë mbajtur peshën në prodhimin, po themi Kina, cili është prodhuesi numër 1 në shkallë botërore me nga 89 milion tonelat ka kaluar mbi 115 milion, po ndërkohë është dhe një konsumator i madh, edhe vende të tjera në gamën e kanë ndrur rolet nga vende që eksportojnë një sasi të caktuar, tani kalojnë edhe në një importim në një vlerë të përcaktuar. Prodhuesit më të mëdhenj, po i përmendim të gjithë janë Kina, India, Shtetet e Bashkuara, përkatësisht nga 54, 11, 9% vjen Rusia, vjen Franca, vendi 5, ose më saktë vendin e parë në Evropë. Franca përse përket prodhimit, ndërsa eksportuesit më të mëdhenj që luajnë rol për plotësimin e diferencave në prodhim ndërkonsum në shkallë botërore, vendin e parë ka Shtetet e Bashkuara me rreth 29% të eksporteve, Australia 18.5 milion ose 17%, Kanada 15.1 ose 14%, dhe me radhë Franca, Argentina. Pra, me që tendenca e popullsisë është në rritje, ndërkohë kemi në sensin e kundërt
zvoglimi sipërfaqes së mbjellë me këto kultura bujqësore, për shkak të zënës 1% të caktuar sipërfaqes tokës, me infrastrukturë rrugore, me ndërtime tjera. Në kahun tjetër, ulja në shkallë globale e pjellorisë tokës, për shkak të dukurive dhe faktorëve. Arkiv që kemi, po. Për shkak të faktorëve të ndryshëm dhe në një përcaktim llogaritet që për të rikuperuar pjellorin, se shtresën e humusit në thellësinë e shfrytëzueshme të tokës, do të duhen rreth 500 vjet. Pra, sigur të jetë në vëmendjen e gjithë njerëzimit dhe të punojnë në këtë lloj sensibilizimi. Pra, të dy këta faktorë kanë ndikuar në kahën e kundërt. Në një anë kemi rritjen e konsumit në shkallë botërore, në kahun tjetër uljen e potencialit prodhues. Pak a shumë kjo rregullsi është edhe në vendin tonë. Ne të kur mbjellim 220.000 hektar për shembull me grur, tani është reduktuar në 80-90.000 hektar. Dhe normalisht ne prodhojmë në një sasi rreth 250.000 ton, kur nevojat janë mbi 600.000 ton shkallërani. Pra, 30-35% sigurohen dhe pjesa tjetër kryesisht vjen nga importet. Por, duke qenë që kriza nuk përfshin një vend, po përfshin një sër vendesh në shkallë botërore për faktorë edhe të tjerë. Diku thatësia është shprehur në vlerat më të larta, diku preket nga sëmundjet, dëmtuesit, ngricat e tjera që shkojnë në kahun e kundërt të rritjes prodhimit, atëherë kjo ka vështirësi dhe për burimet e importit dhe për më tepër në çmimet e këtij produkti në shkallë botërore. Dhe pa të shikojmë, nëse dikur çmimi i një kuintali produkt edhe në vendin tonë lëvizte 20-22.000 lekë të vjetra, po thuajse tash 70-80% ka kapur një vlerë të shtuar. Pra kjo është një indeks që tregon që ka një krizë të këtij produkti, për analogjik pak a shumë është edhe për produktet e tjera. Por ne unë përmend këtë sepse secili prodhim bujqësor ka vlerën dhe rëndësinë e tij. Por buka është një produkt i cili vërtet gjendej lehtë në tregun botëror, por është një produkt që çdo familje ballafaqohet 3 herë në ditë. Pra është një produkt i parë, pavarësisht se tavolina është një përmirësim e sipër tani, edhe me produkte ose ushqime të tjera proteinike, produkte të qumshtit, të mishit, fruta, perime e tjera, të cilat kanë zvogëluar në shkallë vendi konsumin e drithit. Nëse përpara ne konsumojmë 180-200 kg produkt për një banor, tani kjo ka 150-160 kg, se rezultati rritjes cilësore të kompozicionit të ushqimit të çdo familje. Po, faleminderit profesor, zoti Zaim Veshi. Qeveria jonë, vitet e fundit, ka zbatuar disa skema mbështetje për bujqësinë. Dhe, duke qenë se ju përfaqësoni një institucion serioz, siç është QTB Vlorë, Qendra Tërësore në Vlorë, që me Pemtarin dhe Ullirin, duke qenë se punoni këtu dhe jeni më afër këtyre skemave mbështetëse apo një subvencioni që bëhet për frutikulturën, unë do të thosha që në raport edhe me fjalën e profesor doktor Malos, si shkon ky raport, e vlerësimi juaj, ne kemi bërë një debat edhe në qendrën tuaj lidhur me orientimi që i bëhet fermerit në kushtet kapitaliste. Ne nuk i diktojmë dot fermerit, kishte mendime që grurin e marrim nga jashtë, por si ndikon tash kjo në rritjen e të ardhurave, kjo mbështetje që bën qeveria, dhe ç'mendoni ju për mendimet që dha doktor Malua? Para se ti përgjigjem kësaj pyetje, unë do të bëj një panoramë të shkurtër të gjendjes së kulturave dorëfrutore në vendin tonë. Duke marrë shkas nga vitit 90 e këtej, shikojmë që sipërfaqet e mbjella me kultura dorëfrutore psuan një rënje drastike, si në kulturën e ullirit, të pembe frutore, të vreshtave e të agrumeve. Kjo erdhi si rezultat i politikave të gabuara që ishte bërë në sistemin e kaluar, ku pemtaris, kulturave dorëfrutore, u ishte lënë si vend për zhvillimin e tyre sipërfaqet më improduktive, sipërfaqe të aksidentura, sipërfaqe kodrinore, me pjerësi mbi 15, 25 dhe 30%. Ishte e destinuar që kjo frutikultur të përfundonte në ato nivele që erdhin në vitin 90, ku nga 22.000 hektar me vreshta u reduktuan në 2.000 hektar. Nga
11 milion pemë frutore u reduktuan në 3 milion, nga 6 milion afërsisht rënj ulli u reduktuan në 3.5 milion. E kështu me radhë dhe për agrumet që u reduktuan pothuajse në 100-200.000 bim nga 1,5 milion bim që kishin. Ishte e rëdhoj e asaj pune që bëhej, që dilte me kostot lartë prodhimi në këto kultura dhe nuk mund të mbaheshin më në periudhën e mpashme që edhe në ekonominë e tregut që këto kultura të prodhonin me humbje, sepse kosto e tyre dilte shumë e lartë. Ishin të destinuara që këto të falimentonin. Çfarë ndodhi pas viteve 90? Mbas viteve 90 u krijua pemtaria e re shqiptare mbi bazën e traditës së vjetër që kishte patur bujku shqiptar, fermeri shqiptar, dhe filloi që të zhvillohet me ritme të shpejta mbjellja e kulturës ullirit, mbjellja e kulturës së vreshtit, të hardhis dhe në pemët frutore. Ne sot disponojmë rreth 10 deri në 11.000 hektar vreshta, nga 20.000 që patëm, 22.000 që patëm vitet 90. Por po të krahasojmë prodhimin që merret sot me prodhimin që merrej në vitet 90, është trefishuar me gjysmë e sasisë sipërfaqe të vreshtave që kishim në atë periudhë. Po kështu, marrëm kulturën e ullirit. Në vitet 90 ne kishim gati 6 milion rënj ulli dhe prodhonim rreth 3.5 tonelata ton vaj. Sot me 5 milion e gjysmë rënj ulli, ku pjesa më e madhe e tyre janë në rritje se janë mbjellje të viteve të fundit, që akoma nuk janë futur në prodhimin e plotë të tyre, ne realizojmë gati 6.000 ton vaj. Do me thënë, gati 2 fishin e prodhimit të vaj që merrej në atë periudhë. Pra, kjo tregon për një rritje dhe në sasi numerike të sipërfaqes mbjelljes të tyre, por në rritje të rendimenteve të këtyre kulturave. Kjo ka bërë lidhur me krizën të ushqimit dhe ndihimit tek ne, zotë Ivano. Këto janë shifra, jam dakord, janë entuziaste. Çfarë ndikimi kanë këto? Këto kanë ndikim sepse prodhimi në përgjithësi është rritur, duke krahasuar me 20 vjet më parë. Po, prodhimi i ullirit. I ullirit, i vreshtave dhe i pemëve frutore. Pra, popullsia konsumon më shumë se sa konsumonte atëherë. Por jemi larg akoma normave të Bashkimit Evropian për konsumin për frym, për vajin e ullirit, për pemët frutore, për rushin, për pijet alkolike e për njësë treguesësh tjerë të kulturave dorëfrutore. Duke avancuar me politikat mbështetëse që ka marrë qeveria për këto kultura, themi se së shpejti ne do të bëhemi një treg kompetitiv për këto lloj produktesh. Dhe pse jo dhe të eksportojmë, sidomos në kulturën e ullirit dhe në pemë të ndryshme frutore. Krijohen premisa të forta që pas disa vjetësh me kulturën e ullirit ne të krijojmë bankën tonë të prodhimit të vajrave me cilësi të lartë, të cilat kërkohen në tregu evropian. Ne sot në kultura e ullirit krijojmë rreth 16 milion euro të ardhura në vit. Është aq sa thatë juve që ne eksportojmë prodhime bujqësore nga vendet e Bashkimit Evropian për të plotësuar në 600 milion, rreth 600 milion. 600 milion apo 16 milion? 600 milion. 600 milion. Rreth 600 milion. Sot ne vetëm në kultura e ullirit, në këtë gjendje që është, japim rreth 16 milion euro të ardhura në vit. Mbas disa vjetësh, kur të përfundoj studimi që është marrë nga qeveria për mbjelljen e 20 milionëve rënj ulli dhe shërbimet e diferencuara që do të bëhet në ullishtet ekzistuese, kjo shifër do të 4-5 fishohet, do të vijë në 80 milion euro vetëm nga kultura e ullirit. Po kështu do të ketë të ardhura të tjera dhe nga kultura e hardhis, pemëve frutore, të cilat së bashku bëjnë 200 milion euro prodhime, të ardhura në prodhimet në kultura dorëfrutore. Kanë ndikim, nuk e di, do bëjmë debat, do bëjmë pak debat apo jo. Të gjitha këto kanë ndikimin e tyre në zbutjen pak të nivelit të varfërisë të zonave rurale. Pra duke prodhuar shumë ulli, vaj ulliri, fruta, ai do të shesi fermeri, do të ullet pak niveli, do të zbutet niveli i varfërisë në zonë të Ivesh. Çfarë ndikimi kanë këto? Jeni dakord ju me, domethënë do ta pranonit si specialist këtë deficit të dritëve të bukës, edhe sepse nuk e zbut ose nuk mund të ushqet tjetër vetëm vaj ulliri. Në mungesë të bukës dhe të
ju do thonë ta importojmë, a ka interes? Le të zhvillojmë debatin pra. Tek ne nuk ndihet shumë ky deficit i drithrave. Po. Dikur para 50 vjetëve të shkuara, Po. bëri një vizitë në Shqipëri Krushovi. Po. Dhe i sugjeroi udhëheqjes son që aq drisau duhet ju i hanë mijët në depo në Bashkimin Sovjetik. Po. Që ne jemi një vend i vogël me pak popullsi. Nuk ndikon kriza globale tek varfëria jonë këtu. Po. Nëse do të rritet çmimi në tregun botëror, edhe këtu do të rritet, do kenë pasojat e saj. Por varfërinë nuk do ta ndjejmë, siç mund ta ndjejnë shtetet e mëdha me fuqi konsumi shumë të lartë, si India, që janë ato shtetet që kanë sasi popullsie shumë të madhe. Zoti Maloq, mendime keni? Pra, le të vazhdojmë me pak debat, se dhe nuk ja vlen që fermeri ynë të futet dhe të kultivojë një kulturë që ati del me humbje sot. Gruri i del me humbje fermerit tonë. Pse i del me humbje? Sepse ka kostot lartë, karburanti, farat, bujësie copëzuar, të gjitha këto ndikojnë. Se duhet bëjmë për këtë, do të flasim pjesë e dytë të këtij emisioni. Që del me humbje. Atëra ai rend pas atyre kulturave që ai shkon për fitimin e tij. Po, se duhet bëjmë për këtë, që ta bëjmë të interesuar fermerin, të mbjelli edhe kultura të tjera që sot nuk janë rentable, shumë rentable, le ta diskutojmë pjesën e dytë. Zoti Maloq, po. Mendimin të kolegut lidhur me këtë pikë pa përmendur paragrafin e parë për drofurtorët, në shkallë botërore misi, gruri dhe orizi kanë një sipërfaqe thuajse konstante që mbjellet. 225 milion hektar me grur, 159 milion hektar misër, 161 milion hektar me oriz. Në shkallë botërore. Edhe vendet përreth nesh, gati 1.5 milion, qofse ne kemi rënë gati 2.5 herë në raport me vitet të më pashme, paka shumë bota është në gjendje më të fiksuar në sipërfaqen përkatëse. Sigurisht jam dakord që në pikpamjen e të ardhur përgjithësi ka kultura bujqësore që mund të jenë më efektive në raport me drithin. Por sot çmimi i drithit cif në Durrës gati është dyfishuar i grurit. Kjo vjen që dyfishohet ose rritet 30-40% çmimi i miellit, rritet çmimi i bukës që merr fermeri që blen, pra direkt jo indirekt ndikon në një farmase në atë të ardhur dhe shpenzimet mojore që bën një familje. Kalkulime ekonomike sigurisht bëhet dhe vendet përreth, dhe ata kanë ekonomistë të shquar që mund të devijojë strukturën e mbjellit të kulturës bujqësore nga grurit ose drithrat drejt një tangenciale të një kulture tjetër. Por ekuilibrin ruhet, sepse asnjëri nuk e përcakton dot ku mund t'i vejë çmimi një kuintali drith në rast se i mungon shkallë botërore. Ai mund të jetë 40.000 lekë të vjetra, ai mund të vejë 140. Kupton, mos ndodhe, nuk mund mos ndodhe në atë nivel. Por tendenca është që deri tani për disa faktorë dhe arsye për të mos i përsëritur, çmimet janë të larta. Dhe kundrejt këtij çmimi dhe me një rendiment mbi 45-50 kuintal për hektar, nuk është një kulturë që del me humbje. 50-40 rreth 200.000 lekë të reja për një sipër për hektar i bie. Sigurisht nuk do ta mbjellë 100% me grur, do mbjellë 30% fermeri. Do mbjellë foragjere, do mbjellë perime, do mbjellë dhe frutikulturë sipas edhe orientimeve ose zonave dhe përshtatjeve që janë më të favorshme. Por edhe politika orientuese duhet aq të lirë dhe nuk duhen lënë disa politika programore dhe studime në shtallë vende dhe qarqesh sigurisht janë dhe kjo duken ato politikat mbështetje që bën për projektet, por edhe më të forta po të jenë ose më përcaktuese janë edhe më mirë. Agrumishja është në zonën jugore të vendit. Molla, Kumlla në zonën e Korçës, që kuptohet janë shumë më cilësore me rendiment më të lartë. Vereshtaria fokusohet në një zonë tjetër. Pra, ajo është e quajtura rajonizimi kultura bujqësore mbetet dhe koha nuk e zhvlerëson to. Se cila qendër kërkimore shkencore, se cili departament në rrethet përkatëse ka studime, ka orientime të caktuara që duhet përmbajtur kësaj politike. Dhe për këtë një punë të mirë bëjnë, nuk e mohohet. Po, siç bën Vlora për Ullirin, në Vlorë, për rajonizim dhe për qëndrimin e... Do të thosh janë të mes, në vendin tonë, ka vitet tëra që
është paksuar sipërfaqja e mbjelljes me dritat e bukës. Po. 2.5 janë nga 280.000. Unë nuk u qasim shumë atyre shifrave, sepse ato flasën që ne mbjellëm tokën, por kemi sasi shumë të madhe të sipërfaqjes tokës të lënë djerë. Në Vlorë. Do ndalemi në pjesën e dytë, pjesën e Jo, dytë. Për pjesën e parë zoti. pjesën e Dhe kjo parë sipërfaqe është ulur tek dritat e bukës. Rezerva do t'i diskutojmë pjesën e dytë. Tash për pjesën e parë është një shans i mirë për qarkun tonë që dy përfaqësues janë përfaqësues të dy sektorëve strategjik. Pemtaria me pemë, ulli, vresht, agrume është sektori numër 1 prioritar në kulturat bujqësore. Ndërsa QTB-ja e Lushnjës është sektor strategjik veçanërisht me perimet, të cilat në analizë të strategjisë dhe përpunimit të politikave të Ministrisë Bujqësisë, të gjithë panelit, të gjithë elitës bujqësore, është që dinamika e 2010 tregon që rritja në qofse në total është nga 100% në vitin 2000 në 130% në vitin 2010, për blegtorin shkon nga 100% në 123%, për bim të aravet lëviz në të njëjtin nivel 2001 ulet diçka në 2006, në 2007 dhe është vetëm 111% në 2009. Pemtaria në ndryshim nga dy sektorët e tjerë e ka rritjen nga 100 në 128, 151, 158, 189 dhe 197%. Nuk na duhen këto të informojnë. Jo, një minutë. Kjo Ne është trendi ekonomik. Po prit tani se edhe një thash, je prezantove situatën. Ta theksoj situatën. Një minutë. Ta theksojmë që kultura e grurit është vërtet një kulturë shumë e rëndësishme. Ashtu që tha profesor doktor Vladimir Malaj. Tash dritrat futin edhe grurin dhe mizrin, por është reduktuar në dritra te gruri, se mizri përdoret më shumë për konsum blegtorie, për prodhimin e mishit. Ndërsa në kulturën e grurit është një kulturë e mekanizimit të lartë. Në qoftë se ne mbajmë parasysh dhe ritheksojmë kodin e dikurshëm agrikultorik, është e para njerëz që plagojnë tokën thellë, kërkon një mekanizim shumë të lartë, kërkon fara të zgjedhura, të cilat me potencialet e tyre nuk e vlerësojnë dot në Shqipëri. Se në Shqipëri, nga kultura e grurit, mund të realizosh $1.200 për hektar, ku në kulturën e ullirit, në kulturën e agrumeve, në kulturën e perimeve, këto janë disa herë më të larta, me shifra 3 deri në 10 herë më të larta. Kështu që ne ecim me trendin e tregut të lirë, me kushtet klimatike dhe toksore të Shqipërisë, që vetëm 24% të tokës, të teritorit të saj, ka tokë bujqësore. Dhe në këtë tokë bujqësore, në Bregdet, që nga Konispolje dhe deri në Shkodër, më e përshtatshme është zhvillimi i frutikulturës me të gjithë ato kultura që përmendëm dhe perimeve. Edhe në fush mendoni. Sigurisht në fush dhe në kodër. Frutikulturë dhe ullik edhe në fush. Po, edhe në fush. Në rregull, dakor. Faleminderit. Atëre pjesa e dytë. Pjesa e dytë është kjo. Meqense jeni nga specialistë më të njohur në jo vetëm në qark, po edhe në vendin tonë dhe më tej do thosha, pjesa e dytë ishte kjo, mendoj unë. Çfarë masash, nëse mendohet që kriza ndikon edhe në vendin tonë, edhe nuk përjashtohet dot asnjë për krizën ushqimore. Sepse ne kemi zgjidhur problemin duke importuar, por supozojmë për një moment rruzulli toksor vjen drejt e rënies, uljes me vajës tokës. Edhe tek ne ka ulje, përveç faktorëve të tjerë. Ç'mendoni ju që dal përpara një krize të mundueshme? Pra, mendime specialistësh. Nuk bëj vendime qeveritare ne, por mendime specialistësh. Çfarë mendoni? Çfarë masash të merret? Ku qëndron shkaku i niveleve të ulët të rendimendeve, qoftë në ulli, në frutikulturë, edhe në dritra, kush është shkaqet, kush është shkaqet e prodhimeve të vogla dhe çfarë masash propozoni juve. Le ta fillojmë nga zoti Zaim Beshi. Fenomeni kser ekziston. Çdo vit rriten temperaturat me 2 gradë. Ilo na ndihmon çik me pamje. Ilo. Dhe kjo ka efektin e vet në kulturat bujqësore. Aqsa në një emision televiziv para një muaji, 2 muaj, nuk kujtohet, në Tiranë, Banka Botërore u shpreh se ky fenomen në 10-20 vitet e ardhshëm do të ndikojë tepër në rendimentet e kulturave bujqësore, bile hodhi dhe një ide që mos bën investime.
Dhe aty nuk pati ndonjë na paneli që të ngrihet ta kundërshtonte. Po debati ishte bërë më mbrapa dhe nuk u dhan televizion. Nuk mund të jepej një Fenomeni ngrohtësisë globale ku jep efektin më të madh? Te ulliri apo te dritrat? Te të gjitha llojet e kultura bujqësore. Po marrim më të Te të tëra llojet e kultura bujqësore. Ngritje temperaturave. Por specialistët duhet i paraprim kësaj me teknologji. Çfarë mendoni masash? Propozoni. Me ujitje, me krim farash rezistente, kashi temperaturave të larta. E shumë probleme të tjera të kësaj natyre, që ta zbusin sa më shumë fenomenin kësaj. Dhe të gjitha institucionet shkencore në botë po punojnë këtë drejtim. Qoftë nëpërmjet rrugëve eksperimentale, qoftë nëpërmjet rrugëve divulgative që po përdoren sot. Zoti Bida, çfarë mendoni? Unë mendoj që në plotësim të kolegëve, e vërteta që ngrohtësia globale ndikon në të gjitha kulturët. Mos mbetemi në ngrohtje. Ne deri tani kemi pa ndikim më ngrohtje globale. Se kemi këtë problem akoma dukshëm. Po flasim në kushte normale. Në kushte normale, më shumë nga thatësia preket gruri. Në qoftë se ngrihet temperatura, paksohen burimet e ujit, gruri e ka më problematik. Nga gjithë eksperienca e të 4 neve që i thonë gati 3-4 dekada që jemi në bujqësi. Ndërsa kultura e ullirit është kultura më kserofite, është kultura që i duron më shumë thatësi se gjitha kulturat e tjera. Fakti është që megjithëse miliona rrënjë ullin shekullor që kemi ne, kene shumë sa toka djerë kemi në qarkun tonë, zoti? Në qarkun tonë të evidentuara janë rreth 5.000 hektar toka. Çfarë mendohet për këtë toka? Është një rezervë? Sigurisht, në 122.000 hektar që kemi ne, 5.000 hektar janë të përqendruara në zonën fushore, kryesisht në 2 komuna të mëdha, si është komuna e Remasit dhe komuna e Topojës, të cilat kanë parafërsisht të dyja nga 1.500 hektar. Nërsa tokat e refuzuara dhe tokat e pakultivuara pastaj bëjnë pjesën tjetër. Çfarë mendohet? Për këto tani tokat e refuzuara u është ofruar subjekteve të ndryshme që të merren me qira nga 1 deri në 99 vjet për të mbjellë me kultura durfërtore dhe për të përdorur me blegtori, sepse kuptohet që këto toka që kanë ngelur të tilla kanë cilësi të ulta të pjellorisë, që shkojnë deri në kategorinë 10, dhe fjala vjen në Hoxhar apo në Remas. Ato ishin toka në shkripzim dhe kanë ngelur në këtë. 2 ligjet e fundit, veçanërisht për tokat e refuzuara dhe për tokat e pakultivuara, duhet theksuar me forcë që pushteti lokal i komunave dhe i bashkive, këshillat komunale dhe këshillat bashkiake, duhet ta kenë në qendër vëmendjes që të zbatojnë ligjin, vendimin dhe udhëzimin e Ministrisë Bujqësisë për t'i evidentuar, për t'i ofruar në radhë parë pronarit të tokës, t'i thuhet që 80% e të ardhurave që do të merren nga qiraja e këtyre tokave, ja tokat djerë. Sigurisht, 80% e kësaj qiraje do t'i kaloj në xhepin e fermerit. Kjo mbetet me thirrje kështu. Jo, kjo kemi filluar. Populista apo ka një ligj që i detyron? Sigurisht ka një ligj që i detyron. Kur do thirrje kështu do thotë që sigurisht është viti i parë dhe jemi në muajin e shpalljes ankandeve për të marrë këto toka me qira. Dhe Ministria e Bujqësisë, Drejtoria e Bujqësisë është duke punuar me ngulëm në këtë drejtim. Po. Faleminderit zoti Bida. Profesor Malo. Jemi në 5 minutat apo 10 minutat e fundit të emisionit. Shpresojmë që ta mbyllim me fjalën tuaj dhe duke qenë se juve një nga ta shkencëtar, së bashku dhe me Vlorën, po ju në Lushnjë që drejtimin kryesor keni dritra, buke dhe perime. Apo jo, kjo është objekti i studimeve tuaja që ka një eksperiencë kaq të gjatë pra. Ish instituti i kërkimeve bujqësore në Lushnjë. Çfarë mendoni, çfarë sugjeroni juve, qoftë edhe qeverisë, qoftë edhe si institucione shkencore, çfarë mendoni të bëhet për t'i paraprirë një krize të mundshme të bukës? Po mbetemi në buka. Tani kolegët përmendën disa faktorë natyror të cilët shkojnë në krahje negative tek totali prodhimi në shkallë botërore. Tani ne gjykojmë që natyra ka rregullat dhe legjësitë e veta, njeriu kontribon deri në atë masë sa mundet. Por ne duhet të shikojmë ata faktorë të cilët varen prej nesh.
sot shumë vende të fuqishme në botë të industrializuara po e shikojnë këndvështrimin edhe nga bujqësia në pikpamjen totale të llogaritjes, të programimit, të planifikimit dhe të konkretizimit të buxhetit të destinuar për këtë fushë. Lidhur me këtë, edhe ne, jo se nuk është bërë, por në mënyrë standarde, qeverit, një mbas një, nuk po i etiketojmë. Dorë për dore, kanë përcjell buxhetin te bujqësia 1-2, pra në kufi tepër minimal. Pra, nuk mund të presim thjesht një vetë zhvillim me potencialet që ka një ekonomi e vogël fermere që bujqësia të eci përpara. Pra, një faktor i domosdoshëm që ka mundësi që kjo të 2 dhe 3 fishohet për të vajtur drejt për drejt me subvencione në këtë plane të cilët po zhvillohen, por dhe në këndvështrimet të tjera. Marr vetëm një fakt. Nuk ka pse ne të importojmë 5 deri në 10.000 tonë. Shembulli i betonizimit të tokave. Po, rruga Fjallushit. Uljes si përfaqës. Po, uljes si përfaqës në mënyrë të mërshme. Atëre, pse ne duhet të importojmë, po marr një, me kemi këtë drithet ma bët pyetjen, 5 deri në 10.000 tonë far gruri nga jashtë, me 20 deri në 50 euro për kuntal, kur këtë mund të subvencionojmë, si subvencionojnë projektet në frutikulturë, për ullirin, për vreshat, edhe 2, 3 ose 5 kompani prodhuese të farave, të perimeve, të grurit, që kjo para të shkojë tek kompani tona, tek fermerët tanë, të prodhohet këtu del me koste më të ulët, prodhohet dhe sasira dhe kontingjente më të plota, duke marrë se burimi fillestar janë nga institucionet kërkimore shkencore, pra mund të shikohet sepse deri tani mbështetje ose financimi në këtë fushë, po thuaj se, siç po bëhet edhe në planet e tjera, nuk është. Përmirësimet e teknologjisë, të mekanizimit, të mënyrës së ushqyerit, trajtimet e ndryshme, e tjera, këto janë procese në zhvillim dhe do të mundsojnë marrjen e kapaciteteve prodhuese 2-3 herë edhe më shumë kuntal ose tonel për një sipërfaqes. Nga 1.200 perime mund të vënë 2.500, mund të vënë 4 edhe 6.000 kuntal, ashtu siç marrin edhe vendet të tjera. Pra, potenciali prodhues ekziston, e marrim te vlerat 30-40%, pak a shumë të marrin vendet e tjera. Përmirësimi jo vetëm i kapacitet prodhues, por edhe i treguesve cilësor të produkteve. Protein, gluten, vlerat të tjera ushqyese, përqindje e vaj, cilësi kokre, tjera, që janë edhe këto të llogaritura, shumë vaj llogaritet për njësi sipërfaqe, jo prodhim kokre. Kjo ulliri. Kështu vjen edhe për produktet e tjera. Lidhur me një element që është pozitiv, që përmendi dhe zoti Etem, lidhur me eksportin në 18 vende të produkteve tona. Ky është një faktor pozitiv që tregon që produktet tona për vlerën dhe cilësinë që kanë konkurrojnë tregjet e tjera. Por ne duhet të sigurojmë në radhë parë sepse ne në disa produkte jemi deficitare edhe për vete. Pra, këto produkte me kompozicion me përbërje shumë cilësore, sepse kanë në vlerat minimale trajtimet kimike, ti ruajmë të konsumojmë edhe vetë, dhe ato që sigurisht në një pikë ulmore janë të tepërta mund drejtohen në vendet e tjera. Sepse ne eksportojmë 1-2 une, po marrim 10 në periudhat të tjera, agrume, marrim moll nga shumë vendet të tjera. Pra, këndvështrimi që të krijohen mundësi ruajtje të prodhimit, magazina, dhoma frigoriferike, që ai produkt në pikën më kulmore, kur ne kemi sasirat në shkallë vende më të plota, ta ruajmë konsumin, ta shtyjmë 2-3 muaj më tej, duke i ruajtur sigurisht në këto ambientet, të cilët janë bërë, por që kërkohet më tej edhe të ndërtohen të reja për të përmirësuar tregjet dhe gjithë kombinacionet industri përpunuese tregtuese të tjera. Si konsideroni juve nga vlera zbritjen e frutikulturës dhe të ullimit të fushë? Zënia e tokave fushore, në qoftë se bëhet një bilanc sigurisht në çdo objektiv nuk themi që nuk shtrohet drejt ose nuk ka vend për të korrigjuar. Asnjëherë gjithmonë ka mendim dhe vlerë për ta përmirësuar. Se sigurisht të gjithë ne kemi një përfuturim të realizimit të kultura bujqësore. Ku shkojnë drithat, ku shkojnë vreshtat, ulliri, agrumet.
vrehen edhe zbatime dhe praktike, sigurisht në kufit më minimal, sepse kontrollohen në specialistët e departamentet dhe janë të orientuar se ku do të drejtohen projektet, por ka vend përsëri për ta orientuar më mirë dhe për të korrigjuar ato praktika që nuk janë shumë komode. E natyrisht të fermeri shqipëriur edhe nga interesat, apo jo, zoti... A i bën vetë kalkulim, po ka nevojë për ndihmë. Do të thoshja pse bën atë pyetje. Edhe nga interesat, po? Mbillen në fush apo mbillen në kodër. Kulturat vërfrutore janë si gjithë kulturat e tjera bujqësore. Dhe luksin e tyre, si gjithë kulturat e tjera, e ndjejnë në fush. Në kushtet mira agroteknike, në relief të mirë, në tokat pasura. Pse që në të destinuar ato të mbillen në mal? Po luksin ose e tha doktor Malu. Jo më shumë zona në rajonit. Në muzikë. Rajonizimi i kulturave bujqësore në Shqipëri është bërë, është studiuar, është eksperimentuar dhe rezultatet kanë dalë për gjithë Shqipërinë. Po Raman. Po rritet si përfaqe mollës këtu në Lushje në Fier. Pse mos rritet? Pse mos rritet? Ham 2 muaj përpara mollë. Këtu është rajonizimi. Sepse pjekja në Lushje, të lutem shumë, pjekja e mollës Gala, ma një varitetu, vjen në 15 gusht, në Koç piket në 15 shtator, dhe i fund shtatorit. Atëherë, kemi të drejtë në të ham një muaj e gjysmë për para mollë, të freskët, apo duhem të marrë Makedonia apo në shtetet tjera. Jo, e provojmë këtu. Por mos të rendet pas një sasie shumë madhe, por aman, si përfaqe të tilla le të mbillen. Jam plotësisht dakord me çfarë thoni ju. Unë do t'i bëj një sqarim pyetjes që bën Fenderi. Është vërtet që nuk ka prirje për të mbjellë në zona tipike fushore. Zona tipike fushore, për shembull, po të marrim Fierin, është Dermenasi, është Hoxhara, është Levani, është Topoja ose Semani, Libofsha, Remasi e tjera. Në këto nuk ka prirje për të zhvilluar qoftë kulturën e udhërimit, qoftë edhe drufrutorët e tjerë, as edhe vreshtat. Por ama të flasësh për fushën e Sakrnit, për fushën e Ekalit, për fushën e Kutit, ato janë tipike për zona të udhërimit. Do të ketë mundësi, sikur të ketë mundësi Shqipëria në tartmen me vizion që këto të vishen me drufrutor, këto të vishen me agrume, këto të vishen me ullinj, këto të vishen me pemë frutore. Me qoftë me mollën, qoftë me qershin, që po qershia për shembull kulturë shumë deficitare. Është kulturë shumë fitimprurse, po është shumë deficitare. Edhe në treg, edhe në ashtu. Kështu që zona tipike, për sa i përket klimës dhe tokës, në radhë të parë do shkojnë drufrutorë. Nësa në këtë zonë e tjera, pasaj kulturat e aravet, ku gjysma e tokës së punueshme e të kultivuar në Shqipëri zihet gati në 200.000 hektar nga foragjerët, nga Jonxha, nga Tërfili me radhë. Po. Atëherë, duke qenë se jemi në fundit të minutave të këtij emisioni, unë ju falenderoj për këtë bisedë që do të thosha është prologu i trajtimit të këtyre problemeve kaq të rëndësishme. Pse jo? Nga institucionet shkencore pret politika, presin fermerët, presin gjithë njerëzit të dëgjojnë këshilla, orientime, sepse ju sjellni ligje, nuk bëni ligje dëm. Qoftë Instituti i Kërkimeve të Pemtarisë të Udhërimit të Vlorës, qoftë Instituti i Kërkimeve Bujqësore në Lushnjë, institutit e mund, se janë qendra të arsimit teknologjive, por nuk bëni ligje, ligjet i bën parlamenti. Po pse jo? Për probleme shumë të rëndësishme, specialistët, shkencëtarët edhe të japin të bëjnë lobbying. Ne ndihmojmë politikën për të diktuar politika edhe në parlament. Apo kam gabim zoti Leviu, jeni një deputet e fjala e juaj flasi shkencëtar, si specialist apo doktor Veshit, apo edhe të gjithë specialistëve që nuk mungojnë, nuk janë pak, kanë vlera edhe për rritjen në shkallë të bujqësisë dhe plotësimin e nevojave ushqimore të popullit tonë. Ju falenderoj edhe një herë, pra ishim në këtë emision Koha dhe Fermeri që e zhvilluam në studio sot me profesor doktor Vladimir Malon, me doktor Zaim Veshin, si dhe me specialistin e drejtorisë rajonale të bujqësisë ushqimit, zotin Edem Bida. Ju falenderoj të një herë për bisedën që pranuat që të bëjmë të zhvilluar këtë bisedë në studion tonë. Falenderoj juve. Të nderoj shikues, ky ishte emisioni sotëm Koha dhe Fermeri. Mirupafshim javën e ardhshme në emisionin Koha dhe Fermeri që zhvillohet çdo javë, si dhe ritransmetimi që të bëjmë çdo ditë të mërkurë në orët e mesditës. Natën e mirë, mirupafshim.
Eu acredito é na rapaziada. Dy fytyrat. Lihet për gjithçka ka dy anë, dy versione. Akoma dhe më shumë kjo vjet re në kohët moderne ku jetojmë, ku bota urbane është kaq e ndryshme nga ajo e periferisë. E não foge da fera, enfrenta o leão. Në qytet gjem biznesmenin e suksesshëm negativ Marconi Ferraco, me një të kaluar të dyshimt. Ai braktis një vajzë të re, Maria Paula, e cila trashëgoi një pasuri të madhe si pasojë e vdekjes së prindërve të saj në një aksident automobilistik. Ai e mashtroi, u martua dhe e braktisi atë, duke i marrë gjithçka. E më pas Ferraco nis një jetë krejtësisht të re, nëpërmjet një operacioni plastik. Ai ndryshon fytyrë dhe emër. Dy fytyrat, telenovela më e re braziliane xhiruar në high definition, me personazhe të fuqishëm dhe e mbushur me emocione. Duke filluar më 1 mars, nga e hëna në të premte, ora 19. Ia ficar cego. Sabe, bora, pai.